Vetëm me shumë pak përbërës, byrekun me fasole. Unë themi që kisha një 20 vjetë pa e provuar, pa ngrënë. Unë të kem ngrënë, byrekun me fasole, kur e bën një gjyshet e mia, që në kohën që unë kam qenë e vogël fare. Dhe ishte shumë i thjeshtë, me petet e gatshme, byrekun me fasole, më riktheu në fëmijërinë time, atë shijen e dikushme. Pse jo? Një byrek me fasole.